Atëherë përshëndetje të gjithëve, edhe mirë se keni uar në sesionin e radhës të Empower Biz Webinars, i cili organizohet në kuadër të platformës Biznesim, është pjesë e shërbimeve të Kiesës, edhe mbështetet ose financohet prej projektit Enabling Income Generation for the Poor. Ky projekt i financuar prej Odës Austriake dhe zbatohet prej ECIX-it dhe Care International. Sot e kemi knatësin që me neve të takimi zonjën Suzana Lutolli, e cila është konsulente menaxheriale dhe eksperte në zhvillimin e leadershipit. Po besoj që ka mendoa me neve një rit shumëta dhe eksperiencën e saj rreth temës që e kemi paralajmëru për bazat e leadershipit për të gjitha bizneset. Temë që po mendoj që është e rëndësishme për të gjithë ata që kanë biznese dhe e udhëheqin një biznes i cili gjatë për çdo ditë me siguri ballafaqohet me sfida edhe me rrethona nga më të ndryshmet. Suzana ka më na bëu qartë se çka janë ato karakteristikat kryesore që duhet mi pas ndoshta një lider i suksesshëm, mirë po çka është me rëndësi shumë, ndoshta për mua dhe për ju krejtëve është qysh dallon ai roli i liderit tradicional dhe menaxherit të zakonshëm qysh jemi mësuar pa. Për këto edhe më shumë, po besoj që Suzana ka më na jap ma shumë përgjigje dhe më na mësu ma shumë. Suzana, faleminderit edhe një herë edhe po ta japi fjalën. Faleminderit shumë. Ë, Përshëndetje të gjithëve. Unë s'po e shoh kështu ekranin e pjesëmarrësve, a është ajo? Jo, nuk mund është me po akret, po e shën participant, ndoshta vetëm numrin. Unë i shoh krejt emrat edhe kush është. Okej, mendova që kemi qenë ashtu se me undi pak që po flas me njerëz. Në momentin që kemi Sigurisht. share screen, atëherë ajo Heket, hikat. sigurisht. Përshëndetje të gjithë. Unë jam Suzana Lutulli. Kam mas pari mirë se vini në webinarin e cili flet për leadershipin modern edhe si të kalojmë prej një lloji të menaxhimi apo të udhëheqje të ekipeve dhe të bizneseve prej kontrollës në stil të bashkëpunimit për suksese më të madhe, për time më të lumtura, për punë më produktive. Uh, Leadership ka shumë aftësi cilat hin në titullin e leadershipit, mirë po për sot di kom zgjedh vetëm 3 aspekte për cilat do të flasim më tutje. Ëm, do të hym drejt në si lider, si udhëheq, si business, si entrepreneur, si muj me ndërtu besimin në time, që është një aspekt shumë i rëndësishëm, edhe themeli i leadershipit, si të udhëheqim si trajner apo coach, jo me menaxhu njerëz, po me frymëzu njerëz, me inspiru njerëz, edhe si muj me përdur inteligjencën emocionale, e cila quhet edhe është një armë sekrete e leadershipit për me kriju relacione më të mira në punë, për me qenë efektiv më shumë në punën me njerëz, në dobi edhe rezultate pozitive për biznesin. Para se të kalojmë këto të temat, pak për mu, uh, 27 dite përvoj në Londër, Angli, kom bo punë psikosociale, do me thonë prej prapavis psikologjisë të edukimit, kom punu me familje, me të rinë, me të vjetër, me shëndet mendur, dhe gjatë gjithë këtyne viteve më kam mësu rëndësin e relacionit me njerës për me mujtë me pas influencë, për me mujtë me ndiku pozitivisht e ta. Në leadership edhe në management, kom udheq time në komun, kom qenë trajnere, mentore edhe coach, ndihmoj liderat e ri, të mesëm po edhe CEOs, kom po trajnime me CEOs, për mi ngrit kapacitetet të tyne si lider për një tim më efektive dhe më të bashkum. Edhe ku punu pak me organizata në aspekteve të ndryshme. Krejt që ka bi në punën time është prej e bazume në punë në përvojat e mia personale me njerëz, me time edhe me liderat të organizatave të ndryshme.
Kështu që i përmandëm këto, po kalojmë drejt deri te tema. Tu e pa është parasysh kohën, i kam zgjedh vetëm këto tria si bazike dhe fundamentale pa cilat nuk mujmë qaq larg me mri si lider, apo si pronar të bizneseve, pse disa fakte të cilat janë shumë të rëndësishme, e po kaloj prej slajdit në slajd, është që në punën time shpesh më ka ndodhur njerëz thonin po organizata, po biznesi, po organizata edhe ndodh me i pyet, e kush është organizata? E kush është biznesi? Do me thonë, biznesi dhe organizata nuk ekzistojnë pa njerëz cilët e përbëjnë atë edhe pa njerëz cilët punojnë në e, zhvillimin e saj. Andaj qasja ndaj njerëzve edhe aftësia me punu me njerëz, mi motivu njerëz, mi përkrah njerëz është shumë e rëndësishme. Një fakt tjetër që është shumë i rëndësishëm edhe hulumtimet gjithka po na tregojnë, kur i pyeti njerëz arsyet pse kanë lënë punën, është zakonisht për shkak të leadershipit të dobët, për shkak të menaxhimit të keq. Do të thotë punëtorët rrallë herë e lojnë organizatën ose biznesin, mirë po e lojnë menaxherin ose liderin e dobët. Me u kthy tash disa prej sfidave që i shoh në Kosovë dhe që i shohim edhe që janë të raportume në përhullun time edhe pyetësor të ndryshëm, janë stafi që është i lodhën, që nuk ka vullnet për punë, është komunikimi i dopt mes leadershipit edhe menaxhmentit edhe stafit, është ramja, qarkullimi i madh i punëtorëve. Kjo është një sfidë gjithka e raportume që nuk po mundën me i mbajt punëtorë në punë për një periudhë udhë ma gjatë kohore. Edhe një tjetër sfidë që e kom vrejt është një farë lloj paqartësie në rolet edhe pritjet e një pune ose ndaj një personi i cili mirret në punë. Në anën tjetër, këto ishë është që e shohim të punëtorë shpesh, liderët vetë janë të ngarkum me presion, edhe nuk kanë kohë, janë të mbi ngarku me detyra praktike, bojnë punë, shpesh janë shumë të zatë në punën e tyre, mirë po të stë ngarkuar edhe kur nuk e kanë atë kohën me u marë pak me reflektim, me punëtor, me menu në mënyrë strategjike dhe me ma gjatë se çka është të ndodh në moment në këtë vend pune. Pastaj i kanë çështjen e konfidencës, qysh jam të udhëheq, çfarë ndikimi po jap te timi im. Ëm, një sfidë edhe tjetër është kuptimi që e kemi ndaj rolit tonë si menaxher apo si lider, shpesh vije prej një pozite të autoritetit edhe të pozitës ose të njohjes së fushës. Unë muj me qenë arkitekti maj miri ose ekonomisti maj miri në fushën time, mirë për në atë moment që i kam 10 persona tjerë, qoftë 2, qoftë 20. Në mbikëqyrjen time, atëherë aftësitë e mia të fushës nuk janë edhe aq të rëndësishme, sa janë aftësitë me mujt me i menaxhu dhe me i lead, me udhëheq një ekip suksesshëm. E aty nuk vinë aftësitë e mia arkitekturale, aty vinë aftësitë e mia që i kam me njerëz, në komunikim, në qasje që e kam ndaj tyne dhe qysh i bëju në ata mundi, sa jam gjendje me motivu. Do të si lider, me njëherë ripozicionohesh në një gjysëm psikologi, po thuse, për me u marrë me njerëz. Detyra jote është çajo. Nëse këqyrim definicionin e leadershipit, që është i ndryshëm në çdo anë, mirë po e marrëm edhe krahasum me menaxhimin, leaders janë gjithka edhe gjithkon. Lider, mund është me qenë lider i vetë vetës, lider mund është me qenë në familjen tënde, lider mund është me qenë në komunitet, lider mund është me qenë në një organizatë, sa do të vogël apo të madhe. Mirë po, nëse disa prej frazave që mu më pëlqenë që e përshkruajnë leadershipin, edhe që i kom zgjedh për me i nda me juve këtu, njëra prej tyre është aftësia për të shndruar vizionin në realitet. Do të thotë një specifike liderave që e shohim, është vizioni apo strategjia organizatës edhe liderat e aftë kanë që atë mund aftësi me ta shndru to në gjana praktike, tangible, në një realitet të punës tone. Ndikimi të njerëzit është shumë e rëndësi.
ku do që kom punu, ku do që ke shku, me qfar do organizate që kom punu, me njëherë si t'hen në atë ambient edhe shë atë kultur, me njëherë shë kush është dikush që njerës po këqyrin të aj, kush është qaj person që njerës për ndëgjojnë, që njerës po kanë tendenca me i shku mrapa dhe me i besu fjallëve ti. Do të thotë ka ndikim të njerës, e ndikimi vjen prej shumë burimeve, jo vetëm prej pozitës edhe autoritetit. Edhe përfundimisht me qenë lider nuk është për me qenë në krye, nuk është për me qenë ma i madhi në pozit, nuk është për me qenë shefi apo bosi, qysh do që ta quim. Me qenë lider është me u kujdes për njerëz për cilët ti ki përgjegjësi, cilët janë nën për kujdesjen tonë. Do të thotë definicioni i liderit është ajo, je përgjegjës për një grup njerëz edhe që si për kujdesesh për ta, të pozicionon si lider të mirë apo lider me ma të dopt. Do të thotë, si definicione përmbledhur prej shumë resurseve, leadershipi është aftësia për të ndikuar dhe me frymëzu të tjerët drejt një qëllimi të përbashkët. Nëse kisha mujt me shkurtu në një fjali të shkurt. Leadershipi fillon si me një aftësi që është shumë e madhe, që është dia për vetveten, me njohët veten, të tjerët, mu shpreh në mënyrë të qartë edhe me qenë empatik ndaj tjerëve edhe me pas veprime të qëndrueshme, konsistencë. Tash muj me fillu pse është i rëndësishëm leadershipi, po him paksa në data dhe në research. Kur është leadershipi i mirë, kur është leadershipi i zhvillum në një organizat, shohem ekipe më të angazhume dhe më produktive. Do me thonë udhëheqja mirë e rrit një angazhimin e punonjësve duke përmirësu produktivitetin edhe i redukton mungesat, do thot absence. Kjo është prej Gallup 2020, raporte të ndryshme, nuk po i lexoj këto referencat. Mirë po, leadershipi i mirë, leadershipi i aftësum, po ashtu e krijon edhe një kulturë, e ndikon shumë kulturën në punë. Ata që ndërtojnë besim me punëtorë dhe kanë komunikim të hapun, të eshe një atmosferë dhe një kulturë pune shumë ma profesionale, shumë ma pozitive, ku njerëz nuk frigohen me bo gabime, njerëz ndihen që përkasin në advent të punës edhe ndihen mjaft sigurt me shku me fol me liderat e tyne, me menaxherin e tyne, me supervisorin e tyne, me ju tregu çka po ndodhet, me kërku ndihmë. Do të thotë është një kulturë e hapun, e sinqert, ku ka shumë a shumë hapësim për përmirësime dhe për me mësu gjana të reja. Në organizatat apo bizneset ku zhvillohet në leadership edhe ku ka lider të aftësum, e sheh që ka rritje më të shpejtë të biznesit edhe qëndrueshmëri më të lartë, më consistent. Ë është shumë shumë e rëndësishme me e ditë qëto. Me biznese, me pronar të bizneseve apo menaxher, sidomos që është me rëndësi, menaxherët në për organizata edhe në për institucione janë më pak të mvarën prej fitimit financiar, mirë po edhe ata i kanë dhe KPIs, të mbrira që duhet me i pas për një periudhë kohore, e matet në mënyra të ndryshme produktiviteti. Mirë po, sidomos në biznes edhe në entrepreneurship e shohim vazhdimisht një ndërlidhje shumë të ngushtë mes aftësive të leadershipit edhe zhvillimit, rritjes edhe qëndrueshmërisë të biznesit. Kemi shumë biznese që fillojnë edhe mbyllen, mirë po ato të qëndrueshmet, ato që janë rritë dhe qëndrojnë fitim bruse për periudha shumë ma gjatë, njëri prej faktorëve kryesor kur shikohet në arsyet pse është zhvillimi i leadershipit. Do me thonë sot shesh shumë investitor, shesh shumë pronar të bizneseve, dëgjon shumë edhe në për media edhe në bëgjetat që investimi në leadership është shpagu në mënyra të shumë fishta. Gjeni një lider të mirë, zhvillojeni një lider të mirë, e keni një punë të mirë, e keni një forcë punëtore të mirë. Do të thotë leadershipi i mirë i ndryshon të gjitha rezultatet. Kto i falem pak më herët.
Nëse him në të tri pika që i përmenëm ma herët, fillojmë me besimin. Besimi mes punëtorit edhe liderit, mes punëtorit edhe punëdhënësit, apo organizatës, është themeli i çdo pune me njerëz, qoftë në jetë, qoftë në punë, qoftë gjithka. Edhe si lider duhesh me ndërtu besim edhe me dhonë qartësi. Krejt fillon prej besimit edhe nëse nuk kanë besim, s'kan as motivim me punu. Nëse unë e vi edhe jam në një organizat, jam në një kompani të punu edhe nuk i besoj leadershipit që asaj kompanie, motivimi jam do të bjen poshtë shumë. Nuk ka, kur s'ka motivim, s'ka performancë, edhe diçka që është shumë as specifike, kur flasim për leadershipin modern, në kulturën tonë, në Kosovë, shpesh mësimi ka qenë mos pyet baje. Mos sfido, mos bë pyetje, bane punën tane, ule kryt, shkom punë, ktheu në shpe. Mirë po, konat ka ndryshu shumë, edhe tu e marë parasysh që shumë prej neve dhe shumë punëtor, kohën ma të gjatë e kalojmë në vend të punës, shpesh edhe ma shumë kohë kalojmë me kolegë, edhe me në vend të punës se në shpe, me familja, apo me shoqëri, atëhere është shumë e rëndësishme se qysh punëtor ndihen në vendin e punës. A ndihen që mujnë me pru vetë vetën krejt, a janë vetë vetja, a kanë relacione pozitive, krejt këto efektojnë motivimin edhe produktivitetin e tyre. E sot që kjo qasja mos pyet veç bëj nuk funksionon më. Sidomos me gjeneratat ma të reja. Edhe si lider duhet me qenë vidishëm që punëtorët i kanë disa nevoja specifike e ma të rëndësishme prej tyne janë me undi të ndëgjum, do me thonë si punëtor nëse unë e flas në një vend punës, ka një vesh për mu, ka dikush që më dëgjon edhe marr parasysh mendimin tam, me u nditë sigurt për me folë dhe me shpreh çfarë do pak kënaqësie apo çfarë do mendimit të ndryshëm që i kem prej liderëve. Do të thotë nëse unë në një vend punës, muj me shpreh çfarë të ide edhe ose muj me thonë valla mu s'po m'pëlqen që kjo ide, nuk kam me u ndëshku për atë punë, nuk kam me u kqyr negativisht, mirë po është një atmosferë e hapun ku falenderona për idenë tëme, mirët parasysh edhe nëse nuk aplikohet. Edhe me undi i të rëndësishëm. Nëse unë po vi në një vend pune dhe po i kaloj 8 orë, sa jam i rëndësishëm une për këtë organizatë, sa jam i rëndësishëm une për këtë kompani. Do të thotë pa qëtu para kushte, të cilat bazohen në relacion me njerëz dhe në aftësitë e leadershipit, unë s'kam me qenë i motivu me punu, punëtorët nuk janë të motivu me punu. Do me thonë, pagesa është një faktor shumë i madh se njerëz duhet me mbijetu. Mirë, po në atë moment që gjojnë diçka ma mirë, kanë me shku që aty ma mirë. Në atë moment që gjojnë një relacion ma të mirë me dikon. Faktorë që ndikojnë në ndërtimin e besimit, kom listu veç tre, për shkak të kohës, se ka shumë e shumë. Po si lider me qenë i qëndrushëm edhe këtu pak kom probleme për këtimin e fjallës shqipe qëndrushëm. Flasim për consistent, me qenë vazhdimisht i njëjtë, me pas njëjtën qasje. Jo sot jam disponim, kom krejt tjetër qasje, nesër nuk jam disponim, kom krejt tjetër qasje. Nëse si lider nuk kemi consistency, nuk kemi qëndrueshmëri në veprimet tona dhe në qasjet tona, është shumë probleme kriju besim të njerëz. Se atëherë jemi njerëz të paparashikueshëm, të cilët mbaremi prej disponimeve tona dhe rrethanave ë momentale në mënyrën që reagojmë. Do me thonë shumë është me rëndësi me qenë i qëndrueshëm edhe me qenë i njëjtë, me pas njëjtën qasje parime dhe vlera, edhe mi përmbajtë që aty në çfarëdo situata. Nëse si lider nuk jemi të qartë, nuk jemi komunikativ, është shumë vështirë për dikon me ditë çka është pritshmëria ndaj tyne. Andaj një veti edhe një shprehi e liderit të suksesshëm në ndërtimin e besimit është me qenë sa ma i qartë, sa ma herët, edhe me i parashiku, me qenë proaktiv e jo reagus. Do me thonë nëse e kemi shumë të qartë pritshmërinë ndaj dikujna, edhe e shprehim ato qartë në fillim të raporteve që po fillojmë i zhvillu, gjasat janë më të mëdha njerëz kanë qartësi edhe dinë me kry punën që duhet. Shumë lider ma ankohen, unë i kom thonë me bo qëta bjen diçka tjetër, unë i kom thonë,
shpesh ndodh kur kthehemi te si ka ndodh komunikimi, vjen deri te pika që pri fillimit që ky person nuk i ka pas instruksionet e qarta. Do më thonë, prej fillimit ju është dhënë një detyrë apo një punë, është e ju besu pa instruksionet qarta se ku janë pritshmërit, çka po pritet prej kësaj. Do më thonë, edhe që ajo është shumë e rëndësi kur njerëz janë në hamendje, janë të hutum, edhe ikin me një instruksion me cilin s'din çka me bë. Edhe si lider është shumë, shumë e rëndësi me lavdru, me përmend përpjekjen e dikujna, veprimet që i ka bë dikush, jo domosdoshmë rezultatin. Në një punë që e kom bo në shtator, tetor, isha me një organizat, 75 punëtor, erdhe deri te biseda e lavdrimeve, ku punëtorët e dhanë një pasqyrë që kur ndodh diçka gabim, kur s'ka diçka sukses në punë, bëhet shumë e madhe. Qohen emaila në të gjitha anët, edhe mirët vesh që është një fa shame and blame, also një marrë edhe një ndjenje fajt për qatë punëtorin i cili nuk e ka pas sukses me një punë, ose nuk e ka kryu një punë mirë. Për deri sa sukseset e vogla të përditshme nuk përmenden. Edhe ishte një atmosfere mungesës të vullnetit, edhe mos besimit ndaj ku është pojenta nëse unë i bëj krejt qëto kur kush përmendet, kur kush nuk më shen. Andaj qysh është e rëndësishme një jetë përditshme, është e rëndësishme edhe në orar të punës. Me i përmand edhe me i lavdu përpjekjet e njerëzve, sinqert, jo veç sipërfaqësisht, jo veç pse e din që është strategji e mirë dhe ka të sillesh mi thonë njerëzve bravo, bravo, bravo. Është me qenë specifike që ka janë të bo njerëz të mirë. Më pëlqej qasja jote sot në qatë mitin, qysh e menaxhove qatë mitin, sa e përpikt ke, apo më pëlqej qysh u more me ex personin, ke pak situata e vështirë, po më pëlqej mënyra jote qysh ti mrive me menaxhu emocionet e tua edhe me pas një bisedë produktive. Do me thonë, specifik të më ju tregu njerëzve që ka janë të bo mirë. Kur ju tregon njerëzve që ka janë të bo mirë, ata din e rritin qatë sjellje edhe më shumë. Unë s'po ndigjaj kur gjuhë. Fajn. Suzana, e kemi një Po, pyetje. Blerta po, Vula ka ngriturën, po do me thonë diçka. po Blerta, sigurisht. po na Kur dëgjon? në blerta. Kërkoj falje se ishte gabim teknik, nuk se sa hapa trajnimin edhe ishte gabim teknik. Po, jam të ndëgju. Pa problem. Ok, blerta, pa problem. Të me thonë, tri faktor shumë kryesor për me ndërthu besimin në ekipe. Qofsh një biznes i vogël me 3-4 punëtor, qofsh biznes ma i madh me 200-300 punëtor, ku do në mes janë shumë faktor të rëndësishëm. Diçka më ka dalë, cancel, ok. Zumi po më thote, është pak shëndetshëm se jetu e fol një gjuhë tjetër. Konfirmoj e çfarë gjuhë e jetu fol. Aja, mos e ke ndryshu. Unë jam shqiptare përveç që me pasaport angleze. Suzana e përmende parës këtë dalimin e gjeneratave. Në bazë përvojës, që është qasja e gjeneratave të reja ndaj punës, ndaj këtëve relacioneve, shef, lider, uh, se shumica e bizneseve që kanë punëtor të ri, sidomos këtë gjeneratën e pas luftës, e kanë shumë probleme i majtë punëtorët. Mendimi jam personal është për Kosovë specifik, po gjithka tjetër është për Kosovë se më ka ra shumë me punu edhe me tri në zhvillimin e aftësive për Future Workforce, po më ka ra shumë me pas biseda dhe me punëdhënës. Është një generational gap, një hapësirë shumë e madhe mes gjeneratave cilat gjithmonë ka ekzistu. Edhe ne kur kemi qenë tri, prind tanë kanë mendu ndryshe, kanë funksionu ndryshe. Mirë po ndryshimet e cilat kanë ndodhur 20 fundit, si me 20 vitet e fundit, si me teknologji, si me qasje, si me krejt janë shumë më të mëdha se kur do herë, për shkak të prezencës të digitalizimit, AI, social media, komunikimit shumë të shpejt. Ë,
pritshmëritë e të rinjve, më dham shumë kur i ndëgjoj njerëz kur thonë s'po dojnë me punu të rit, s'kan interesim me punu, po këqyrin veç me i bo sanë, veç me marrë rrogë, mos me punu, që në përvojën teme nuk është edhe aq e vërtet. Nuk është përvoja eme, nuk është një dijeni që unë e kam që s'dojnë me punu. Dojnë me punu, po është dojnë mundi të rëndësishëm, dojnë mundi që puna aty në është më rëndësi, edhe sot e shohim punën si jo vetëm një vend ku shkon i kryen disa task edhe e merr një rrogë edhe shkon në shtëpi, po ku shkon në një vend, në një hapësinë e cila të ofron shumë më shumë se qaq. Të ofron ndjenjen e përkatësisë, të ofron shpërblimin për punën që e bën, të ofron mirëkuptimin për çështjet jashtë punës, të ofron fleksibilitet edhe shumë e shumë tjera. Tash nëse i ndëgjon një punëdhës ose një lider ma tradicional, mund të thonë, po edhe ndeti, aty që edhe ndeti. Që është shumë e zakonshme se kur i vjen ti prej një kulture ku ke punu dhe nuk e vënu në pyetje kur gjë dhe nuk e pas tërshmëri tjera prej punës, po kur vjen edhe prej një prapavije ku ke investu me vite tona, ke punu shumë, shumë rand për me mri ku je sot, nëse vjen dikush i ri dhe thot pe du këto dhe pe du këto dhe pe du këto, ti mund është me thonë, qka? Ku është qelsi është që nëse fuqia jote punëtore e ardhshme ka me qenë qëta të ri, është dhe përgjithësia jotja më ndalë dhe me mendu pak edhe më interesu pak çka janë nevojat e tyne. Çka janë nevojat e tyne edhe nëse nuk i konsiderojmë me undru në qasje, edhe nëse nuk refuzojmë me undru praktikat e punës, me ju përputh dhe me ju përshtat pak nevojave të fuqisë punëtore, atëherë është një recept për dështem, se një shprehje anglisht thotë change or die, ndrimi është e vetmja konsistencë në botën e sot në landscaping e biznes. Ndrimet po ndodhin vazhdimisht, siç po e shohim, disa më të mëdha, disa më të vogla, mirë, po nëse nuk kemi nuk kemi mendje hapur ndaj ndrimeve, edhe me zhvillu praktika të ndryshme, edhe me qenë kurreshtar, atëherë shumë vështirë kemi me pas sukses. Do me thonë, sot ishe organizatat pak më të mëdha të cilat i kanë bo ato ndrime edhe kanë rezultate më të mira edhe produktivitet më të lartë. Tash një lider më tradicional, mundet me thonë fleksibiliteti nuk është e pozitive në punë. Çfarë fleksibiliteti, mundet me pas konceptin e fleksibilitetit shumë të pakapshëm. Mirë po, vazhdimisht po e shohim që sa ma shumë që ka fleksibilitet, që ma shumë ka produktivitet. Tash unë varet prej natyrës të punës, varet prej industrisë, disa vene lejohet fleksibilitet më i madh, në vene tjera jo edhe aq, për shkak të natyrës të punës, nëse punon me klienta dhe është ora e caktuar kur ti duhesh me qenë e pranishme për klienta, mirë po fleksibiliteti ka shumë benefita. Do me thonë, është individuale në bazë të biznesit, bazë natyrës të punës, mirë po është shumë e rëndësishme. E po ashtu janë edhe shumë faktorë tjerë që ty si punëdhës nuk të kushtojnë, mirë, ose mundën me të kushtu pak, mirë po return on investment, përfitimi prej që ati investimi, qoftë kohë, qoftë praktike ndryshme punës, është shumë më i madh. Tash, të kthehemi. A u përgjigja pyetjes? Super, super. Faleminderit. Edhe thonë falem për çka ndërton besimin. Edhe këtu është veç një shambull të cilën veç edhe e fola, po staff turnover, do të thotë qarkullimi i punëtorëve, është po ashtu një sfidë shumë e madhe në Kosovë, ë, që ndërlidhet edhe me pyetjen tonë. Edhe takimet e shkurta, takimet qoftë kur je biznes i vogël, ndoshta nuk i ki mundësit me vnu praktika të menaxhimit të performancës mujore, se je biznes i vogël më nësh mi pas veç 5 punëtor, apo ma pak. Mirë po takimet e qëllimta të shkurta për me diskutu, për me fol për punën, për me ndigju një antar të ekipit tanë, qojnë shumë larg në stafrit, në mbajtje të stafit. Do të thotë është edhe dhe vazhdimisht tregohet përmes hulumtimeve dhe përmes raporteve që bëhen globalisht. Përveç besimit, është edhe stili i
menaxhimit. Dhe më thonë prej shefit, me kalu të trajneri apo coach, e jo me menaxhu njerëz, po me frymëzu njerëz. Kur njerëz njihen të frymëzume dhe të motivume, bojnë punën vetë. Mikromenaxhimi gjithmonë ka pas edhe ka me pas efekt negativ. Përveç nëse flasim për një fabrikë shumë të madhe mas luftës dytë botërore, ku ka produksion të madh, mikromenaxhimi ka funksionu gjatë kohës edhe njerëz kanë mendu që duhet me mikromenaxhu në mënyrë tillë për me pas punën në kontroll. Mirë po në industrinë sot, ku gjithçka është paksa shumë e digitalizume në shumicën e vendeve moderne, mikromenaxhimi ka efekt negativ. Është shumë thirr mos me mikromenaxhu, se kur je performues i lartë vet, hajde Leo, Përshëndetje. Apo më dëgjoni? po, Unë kam një pyetje kështu. Spori deshta më u pyet për shkak se po diskutohet politika edhe e kompanive. Shumica e kompanive të na nuk janë prodhuese, po janë ose shërbëse ose tregti, edhe a mendoni ju që është problemi i përmendoj i pronarit apo është a kemi na burime njerëzore? Sepse në Kosovë burimet njerëzore ekzistojnë vetëm për mi pagu rrogat. Edhe me arsyetimin që me pas naj trajnim që aty hajtë sa mi në thonë që kemi kry trajnime. Unë e vi prej kum punu një 15-16 vjetë sektorin bankar, edhe aty ka trajnimet mirëfjellta, ka strukturim, edhe ka ndëgjohen nevojat e stafit. Posaçërisht përvoja fundit që kum pas është me BNP Paribas, edhe me TEB-in, do më thonë në kuadër që asaj, plus edhe me përkreditin. Derisa institucionet që janë private, edhe bankat vendore, nuk e implementojnë as një të mirë, edhe kërkojnë prej stafit, diçka shka nuk është çështja veç e gjeneratave vjetra i ri. Po, mi frymëzu, nuk është veç çështja rrogës, ka devijime për shembull, nuk mirën me rastin, nuk e shqyrtojnë rastin, në institucionet tjera që janë private, në ndërkombëtare ke mundësi edhe të adresimit të ankesës edhe ndaj shefit, që mundësia që ai as nuk e merr vesh kush e ka bua atë ankesë. po, Kështu që shumë është problemi, nuk ka problemi veç te a janë gjeneratat e reja përshojnë punën, por normal që shohin se na janë arrit pak në diktaturë atëherë dhe s'na kanë lënë me livrit. Edhe tash gjeneratat e reja kanë internetin, e kanë rrjetet sociale, ku mujnë me pa shumë sende, janë rrit me një kohë të lirë, kanë mendimin e vet. Na se kemi pas, po se kemi thonë. Po, Leo qysh po të kuptoj unë, Po. qysh po të kuptoj unë, është një sfidë shumë e madhe mes aplikimit të njohurive përmes trajnimeve që i marrim në trajnime në jetë reale dhe në punë të përditshme. A di qysh E është? jo vetëm gjenerate, edhe unë nuk po them që është çështje Jo, gjenerate. ndëgjova që u bë pyetja u kyqa, Po, se çështja pyetja u është bë, kështu. u munduva mu përgjigj. Mirë, Po, unë e pajtona që i ka dallime, po në qoftë se e strukturojmë vetë aty, po ka shumë probleme të mëdha brenda kompanive private në Kosovë që nuk aplikojnë asnjë standard. po sigurisht ka. Mungesa aplikimit standardeve ndikon në çata. Apo kupton? Se njerëz rrinë aty po thotë se unë me 31-in e kam çto të sigurt ose me 15-in e marr rrogën dhe spindraj. Që kjo është, nuk kanë bënë ai zhvillim që stafi për shembull shkon me blen në dyqan ose shkon me kry në shërbim sillet keq. Sepse ka problem me dikon, nuk ka asnjë trajnim, nuk ka në institucionet që janë të hujat, na asnjë ndryshim se kena bo për shembull vendore çka ka. Që kjo është mangësia ma madhe në Kosovë. Ka biznese, mega biznese që nuk e kanë bu ndryshimin. Ti shkon me një vend që 3-4 vetë të bu muhabet, nuk e çmojnë klientin, edhe klienti sillet keq, ata ja kthejnë keq, apo kupton? Po foli për çështjen, po foli për mungesën. Faleminderit Leo. Nuk është vetë çështja rrogës ose çështja gjeneratave. Faleminderit Leo.
nëse muj me u përgjigj, nëse Po, muj më falë se zgjata, ju kërkoj falje. Jo, s'ka lidhje, veç jam pak e vëmendshme për Është kohën, problem. mirë po pyetja jote shumë është e rëndësishme edhe komenti. Qasja është reflektimi i kulturës mbrana organizatës, është reflektimi kulturës si popullsi, si shtet, si nacionalitet, si çka do që jemi. Kultura organizative, kulturë në vend punës është edhe reflektimi i kulturës që e kemi në përditshmëri në shtëpi. Shumë janë përcillen njëna te tjetra. Po flasim për një popullsi, për një mendësi që jemi pak ma patriarkal, jemi pak ma tradicional në shumë vlera, të cilat shumica janë edhe pozitive, mirë po kur vjen puna në kontekst të punës edhe te roli i menaxherit apo liderit, unë mendoj që e fola më herët, është dallim shumë i madh me qenë menaxher, me ditë një punë, edhe me qenë lider. Edhe jemi të shku në për aftësitë, edhe mendësia e një lideri të mirë, edhe organizatat që zhvillojnë, që investojnë në zhvillim të liderëve, do të thotë kanë rezultate më të mira, kanë një kulturë më të mirë në punë, kanë një kënaqësi të stafit më të madhe, edhe përfitime më të mëdha, qoftë në arritjet në shërbime apo në arritjet në fitim financiar. Do të thotë gjithsesi ka beneficione shumë dha me zhvillu, me investu në zhvillimin e leadershipit. Ishim të folë për, e kemi edhe një pyetje, po m'duket. Përshëndetje. Na dëgjon? Nuk e di apo ndëgjona jo, unë kërkova me bashkëbisedu, apo ndëgjon? Po, dëgjohesh. Unë jam Sani Greqipsi prej një biznesi të vogël, tekstil design rroba qepsi, edhe pata atë bisedën që e bat ma herët të mënej gjatë ligjëratës t'ju i thatë, më thonë thjesht fleksibiliteti orarit edhe tregu që varësisht prej biznesit, po vazhdimisht unë e mendoj punëtorët në Kosovë që po thuhet nuk janë të mirë, po kur po shkojnë jashtë në Zvicër, në Gjermani, kudo po bëhen se unë po mendoj që atje në rregullat që shteti bën për shembull në Kosovë, problemi i parë është që punëtori, domethënë nuk nin shumë përgjegjësi në atë aspektin që shumë kompani kur marr pjesë të takime pyesin sa punëtori ki, thot nuk e di për arsye se të nesrit mund mos më ardh hiç. Edhe nëse bëhet për shembull që punëtori duhet me marrë një farë fletëlshimi ose kur e merr në punë, merr një farë rekomandime për dikujna kush është, pse po don me ndru vendin e punës, ose unë mendoj që aty kanë me fillu mandej edhe punëdhënësi edhe punëmarrësi me qenë pak ma mund të një organizatë dhe gjithmonë ka mendu për drejtat e punëtorëve, për motivimin, ka mendu që duhet me investu në staf, edhe krejt ato investime që kanë bën, unë mendoj thjesht që më kanë shku kot, për arsye se momentin që kanë mri me mësu punën mirë, faktikisht e kanë shu punën, për shkak unë nuk mendoj thjesht e kanë shu punën jo në atë aspektin, unë punësu dikon, po me bani biznes të vetin, që unë mendoj që është shumë rregull, i ka kthyer interesat e veta, po unë nuk kam pas kur një farë marrëveshje në atë aspektin thjesht që nuk po investojnë ty ma shumë se 1.000 euro dhe ty duhet këtë investim që e kom bën, unë më kthy. Edhe mandej ty pas si përvoja, unë e fillova me mendu që nuk e vlen, unë me marr njerëz non stop më aftësu, edhe unë sikur po mes që thojnë gjithë të njëjtën shkallë, për arsye se ata njerëz po punëso, po aftësohen edhe po dalin, ti hapin bizneset e veta për ta mirë po për biznesin nuk është mirë. E aq ma tepër e përmeni një po më duket paraforsi në Kosovë fuqia punëtore për shembull për zejet që i kemi na, ishte unë s'kam pas shumë përvojën këtë ze, mirë po kanë thënë që vazhdimisht është problematik, për arsye se thjesht mësojnë zanatin, dalin vetë punojnë, ndërsa në firma të tjera nuk e kam idenë që shumë e mendoj, po thjesht nuk po mendoj që problematika është vetëm se te lideri ose te pronari, unë po mendoj thjesht që në Kosovë pikrisht po mungon që ajo që ka qenë gjithmonë që ti nuk mundesh me lshu vendin e punës kur dush, pa kur farë përgjegjësie, tashti unë e kam mujt me një punëtor, për shembull, ndoshta edhe në kontrat kur i kam pas përmes gjyqit, për arsye se kam investuar dhe tashti unë do të mund kthy investimin, nuk mundesh bashkë ashtu me shku, po ku na më drejtuam, cilat gjykatë ose çish me një drejtat, kështu që
mendoj që është një hendek ose diçka që pe krijon që fleksibilitetin edhe të punëtorët. Unë nuk po mendoj që punëtorët e ri e thatë, po mendoj që ndoshta punëtorët e ri kanë rrjetet e i kanë mundësitë tjera dhe faktikisht do me thonë nuk rinë në një vend ku nuk njihen mirë. Edhe unë mendoj thjesht që ai njihet mirë veç kur e ka suksesin punë. Kur e ka suksesin punë, është i kënaqur edhe punëmarrësi, edhe punëtori, edhe të tanë. Nëse se ka suksesin ose ka mendjen veç për atëherë nuk ishte i kënaqur e rrin në vendat e punës, edhe punëdhënësi edhe punëtori nuk janë të kënaqur. Po, faleminderit për komentin edhe është që e fola edhe ma herët industria specifike, sfidat e industrive specifike janë duhet më qas pak ma thellësisht edhe pak ma gjansisht faktorëve pse vjen deri ditë çka ashtu. Profesionin që le përmende ti, robaqipsia për ma herët, jam shumë e vedishme për sfidat që ekzistuse një disa biznes liderët biznesit të robaqipsis me sfidat të ngjashme. Nuk kemi kohë me hi detajisht, e di që punë po bëhet edhe me shtetin edhe me OJQ-t për me i aftësu gjeneratat e reja mi u përputh nevojave të tregut të punës. Por ma thellësisht nuk më me hi, se i kemi edhe 15 minuta du me lëmë edhe pak pyetje për kohë, për pyetje në fund. Ishim të folë ne si lider çfarë aftësi mujmë me zhvillu për me qenë ma suksesshëm në mbajtjen e stafit, në mirëqenjen e ekipit. Të thotë po ju mbana që se është shumë teme gjanë, edhe me i hi felljesim 3 ditë trajnim. Kështu që deshta me promovu stilin e coaching e jo menaxhimit për me i frymëzu stafin. Si një tool, si një aftësi shumë e rëndësishme për me i motivu tjerë. Kur kontrollojmë punën, atëherë nuk japim ekipi vish udhëzime për neve, kur farë iniciative nuk kanë me bo diçka vetë. Nuk marrin përgjegjësi për punën, se na jena tu e kontrollu, atëherë shumë letë është e ma detyrën unë e kry qëto, e bona mira se bona 3 herë ma këthen ti mu, unë e prapë e ndreqë edhe ta kthejmë rapa. Edhe nuk mendojna vetë, të ti po mendon për mu. Po mendojna me qitë vetën në një pozitë në një punëtori, cili kom një menager kontrollus. Okej, masi ti po din mas mirti, masi ti po munush mas mirti, bëje vetë. Kur e marrin qasjen e trajnerit, when we coach people, kur i coach njerëzit, e ka një efekt shumë më të madh. E shty njerëz me mendu për vete, e shty njerëz me marrë përgjegjësi, edhe me u ndi autonom ndaj punës tyne, me marrë përvojë ma shumë edhe me u rrit ma shumë profesionalisht. Do thotë coaching është shumë e rëndësishëm si qasje e leadershipit. Coaching stili i coaching në leadership niset prej asaj prej pyetjeve. Me pyet, jo me urdhnu e me menaxhu. Kurreshtja është shumë e rëndësi në çfarëdo situate që gjendemi, qoftë në një bisedë me një punëtor, qoftë në një supermarket ku shiten gjana ushqimore, qoftë butik i rrobave, qoftë organizat OJQ. Kur kemi të bëjmë me staf, nëse e marrim qasjen e coaching edhe trajnimit, mundesh me pa në kohë reale se si ndron qasja e bisedës, kur i lusim njerëz me marrë përgjegjësi, nëse dikush ka bo një gabim, unë në pyet çka mendon ti që ka ndodhur. Me vetë faktin që ti po e shtin dikon me mendu pse ka ardhur deri te një situatë pa pëlqyeshme, apo çka mendon ti që ka pas rezultat mirë në këtë situatë. Ata automatikisht duhet me angazhu trunin e vet edhe me marrë përgjegjësi për punën cilën e kanë bë. Kur dikush nuk zhvillohet me pyet ata pse çka po ty po të pengon me hec përpara. Ama qysh do këtë suksesi për ty në këtë moment, e kujt është ideja, e ati është angazhimi. Do me thonë nëse njerëz vinë vetë me ideja, çka me bo, për mu përmisu, apo për me bo një punë ma të mirë, gjasat e përkushtimit edhe angazhimit ty ne janë shumë ma të mëdhaja. Andaj pyetjet janë shumë ma të fuqishme se udhëzimet.
Udhëzimet i tregojnë dikuna çka me bo prej 1 deri në 10. Pyetjet janë pak ma ndryshe, është ti ndikon me mendu për vete, është ti ndikon me analizu pse po ndodh diçka, edhe me gjetë një zgjidhje si me ja bo ma tutje. Kur udhëheqem si trajnere, angazhimi i punëtorëve 20% çan deri te produktiviteti më i madh. Po flasim për në shembull po të cilën e folja ma herët. Faktori i fundit, edhe unë e mendoj një prej ma të rëndësishmet, është inteligenca emocionale. Edhe sado që s'kam qef me përdor fjallën se ka të shkon, ka të sillesh penin, pak po më tingëllon vesh jo edhe qaq mirë, se shumë njerëz flasin për inteligencë emocionale e shumë pak ja praktikojnë ose din kuptimin e asaj çka do me thonë me inteligencë emocionale. Mirë po, të gjitha raportet, hulumtimet, shembujt, case studies nëpër globalisht tregojnë që njëri prej faktorëve kryesor në sukses të një organizate apo biznesi është ata njerëz që dinë me punu me njerëz tjerë. Ata njerëz që dinë me njohin veten, dinë me punu me veten, mirë po edhe që i njohin tjerët edhe dinë me punu me tjerët. Të thotë aftësitë njerëzore, aftësitë sociale dhe shoqërore janë shumë faktori madh e këto gjitha vinë kur dikush është inteligjent emocionalisht. Edhe quhet si armë sekrete e leadershipit. Disa thojnë është looks, disa thojnë është soft skill, unë e thëmë është aftësi strategjike dhe domosdoshme për me qenë i suksesshëm në biznes. Ai lider që e kupton veten edhe të tjerët, edhe vendime më të mira merr, edhe ndërton ekipe më të shëndetshme, më të forta. Një lider që është inteligjent emocionalisht, krijon ambient me falni veç pak. Do të thotë mbrin me i hek pasigurit, edhe stresën në punë dhe me kriju një ambient më të shëndetshëm për stafin, e gjithashtu edhe mban ekipin bashkë. Aftësitë kryesore të inteligjencës emocionale dhe çush duket në veprim. Në përditshmëri edhe në realitet, një lider që ka inteligjencë emocionale është i vetëdijshëm, qysh po reagoj, është një situatë, a jam i qetë apo emocional, është i ka të kohën emocionet e veta në qek, e s'do me thonë që s'ka emocione, se gjithë kemi, gjithë stresohemi. Mi pro me qenë i vetëdijshëm që ashtu ndodh në vetë vetën tonë. Një lider që eshe, që është inteligjent emocionalisht, ka empati për tjertë, në kokën e tij në armuret më sill pyetja eshe, dikon në situatë të stresuar thot a thu çka ashtu ndodh me ta. Edhe ka qetësi edhe menaxhim të emocioneve. Është i vetëdijshëm jo vetëm për vetveten, mirë po qysh kam unë ndikim të tjerë. A jam të marrë një ekuilibër në çdo vend, apo jam të i qit njerëz në presion. Do thotë çto janë features, aspektet e inteligjencës emocionale. Për inteligjencë emocionale vjen shumë ma shumë kohë, mirë po në veç po e tendsoj si një aftësi shumë e madhe që duhet edhe që shumë ja vlen në investim edhe në ngritjet kapacitetet të inteligjencës emocionale të njerëzve. Kur folëm për vetdijen për vetveten, që e anglisht është self-awareness, po e kom përkthy edhe shqip, sa kom mujt. Unë e paramendoj si një dru me rroj shumë të fella, edhe që vetëdijsimi personal është aty. Do të thotë sa ma i vetëdijshëm që je, sa ma i njoftun që je me aspektet dhe sa ma shumë ki dërgjegjësim për vetveten, qaq ma lart kemi qu dekt me mritë njerëz të tjerë edhe me pas sukses me njerëz të tjerë edhe me pas relacione ma të mira, që janë shumë të rëndësishme në biznes. Gati është me përfundu. Shpresoj që edhe pse shkurt, 50 minuta o ban, s'dita që muj me folë që ka gjatë. Shpresoj që ka pas pak dobi, ka pas diçka në mendim që e keni marrë me veti. Nëse mundeni diçka me marrë me veti, ndërto besimin,
bë trajnere jo veç shef, edhe zhvillo inteligjencën emocionale tonën, unë mendoj që do t'jeni kushdo që është interesum, do t'jeni në një fillim të rrugtimit, apo dë gjys të rrugtimit, i cili çon të rezultatet mira dhe i zhvillon aftësitë e liderit. Ëm, Edhe një mendim që përdu m'ju lanë nuk është mi pas gjitha përgjigjet. Disa prej liderave ma të suksesshëm thonë s'di, po me kriju qatë hapsin, ku muj me i gjetë qatë përgjigje bashkë. Kështu që platforma është e juja edhe e të gjithë atyre që kanë ndonjë pyetje, tu e marë parasysh kohën, mundoni me qenë të përpekt, mundoni me qenë specifik me pyetjet e juja. Po që se nuk ka pyetje, atëherë Na po e hapim për diskutim. I kemi ndoshta edhe 5 minutat e fundit, kushdo që ka pyetje, koment, çkado që ka nevojë me shkërë. Ndoshta këtu te inteligjenca emocionale, unë ndoshta i përmende hapat kryesore dhe që ato çka e bojnë një lider me qenë ma responsive, ma përgjegjës ndaj qasaj inteligjencës emocionale, po qysh ishin kon disa mënyra ma efektive qysh mi zhvillu që të inteligjencën emocionale të liderët ose të udhëheqësit e bizneseve. Përveç se me ndëgju, me mundu me qitë vetën në, në pozitën e punëtorëve, po diska tjetër që si një, s'po them checklist, po diçka që e kish ndihmu një lideri që me thonë, ok, une po zhvilloj vetën në kuadër që saj inteligjencës emocionale. po sigurisht inteligjenca emocionale mësohet, inteligjenca emocionale zhvillohet. Ka praktika, ka trajnime, unë e ofroj trajnimin traditor në lidhje me inteligjencën emocionale, thirrët mendjet kam, është për lidert, ku i çoj në për një rrugtim të fillu prej vetvetes edhe me tjerët edhe tani menaxhimi i situatave dhe managing difficult conversations. Inteligjenca emocionale fillon me të qenë të vetëdijshëm. Në një situatë ishe dy persona, njëri po vërtet, tjetri po vërtet, cili është qaj që po nalet edhe po e sheh çka po ndodh, edhe për një moment më nalë, okej, dy jemi të bërtit. Me qenë inteligjent emocionalisht është me qenë i vetëdijshëm çka po ndodh me ty. Do të thotë, unë po vërtas, unë kom ngrit zanin, unë jam i shqetësum, kam trahuna zemra së më të madhe, do me thonë jam triggered, jam i sfidum, edhe që nuk kam e qu kërka. Do të është me të marrë pak kohë, mu të rhek mrapa, me mendu çka është të ndodhë, edhe me pas biseda pak ma të qëllimta edhe ma produktive. Inteligjenca emocionale është praktik e përditshme. Inteligjenca është emocionale, mu qunë mëngjes, me thonë çka po du me bo sot, edhe në funditës me thonë qysh shkoj sot. A qesh ferm me dikon, a e lëndova dikon, çka po ndodh me timin tam. Inteligjenca emocionale është po ashtu nëse një antari i ekipit është pak ma i tërhjekun, është pak ma ma pak po flet, është me e pa, me e vrejt, edhe me e adresu. Me e thirë në mënyrë empatike, me folë, mu interesu për jetën e tyne, për çka është të ndodhë, për disponimin e tyne. Shëndeti mendor në vend të punës është temë shumë e madhe sot, pse puna sado që është diçka që duhemi me bë, në njëjtën kohë është na bjen stresin edhe presionin shumë të madh, e cila po efekton shëndetin mendor të njerëzve. Do me thonë është një farë, nëse kisha mujt me u përgjigj ma specifik, është edukim, praktikim, edhe monitorim të zhvillimit. Nëse një lider shkon në një trajnim, 3 det, edhe vjen edhe s'ka kur farë përgjegjësie ose accountability me dikon për me implementu një urim prej qati trajnimi, a veç ka mu kthy dhe ka me vazhdu njej si kur tje. Kur bëhen trajnimet, kur bëhet ndrimi kulturës në organizat, nëse jeni biznes që përdojnë me bo ndrime në organizatën tonë, me ngrit kapacitetin e liderave, atëherë trajnimet edhe intervenimet duhet mu bo pak ma afatgjata, pak ma qëllimta, edhe
të cilat janë specifikisht të dizajnume për qëtë kompani, për çështjet apo sfidat e kësaj kompanie në mënyrë individuale. Unë e baj vlerësime të kompanisë, dhe ndryshimeve të kulturës, mirë po punohet shumë afërt, është kombinimi i trajnimit me coaching në pasim, se nëse nuk i integron çfarë do praktika që i ke mësu në trajnim në përditshmëri të punës, ajo s'ka me qenë efektiv. Mirë po organizatat që investojnë në zhvillim të leadershipit, definitivisht kanë suksese më të mëdha. Atëherë zonja Suzana, po ti nuk po shoh që ka dikush tjetër ndonjë koment, pyetje. Unë ju kisha falenderu shumë për kohën edhe për mbajtjen e këtij webinari. Po shpresoj që ka qenë një sesion shumë i vlefshëm për të gjithë këta që kanë të pranishëm, mirë po edhe ata që kanë me ndjek webinarin në kuadër të platformës Biznesi Im. Ju falenderoj gjithë që ishit me neve, që ndohet kohën edhe interesimin, edhe ju ftojmë që me na ndjek në webinaret e ardhshme. A mund po një kërkesë të vogël? Patjetër. Kisha pas qef se cili prej juve vetëm me një koment në chat, a është chat i hapur? Po, mundeni me shkruajt. Vetëm me tregu me çfarë ndjeni ju la kjo orë. A është interesant, a është jo, a ka diçka nevojë më shumë? Një fjalë të vetme, me cilën mund të Na përshkruaj zakonisht mas çdo webinari ndojmë edhe një pyetësor, edhe marrim feedbackun prej sigurisht, atëherë më fal. Jo, Mendova që po kryhet e s'ka me pas shans me pa veç pak qysh po nëse ka dikush ju kishim inkuraju edhe dikush prej pjesëmarrësve me ndoshta edhe me folë dhe me tregu sa ke vlefshme, e kuptoj që disa munden me hezitu, po që dohen mundet me shkruaj që jo në atëherë kemi mi bo një pyetësor edhe ta shohim sa janë të kënaqur me temën edhe me kretë varfshmërinë e këtij sesioni. Faleminderit. Deri në sesionin e ardhshëm, po shpresoj që keni me pas një rrugtim të shta drejt një leadershipi të suksesshëm, edhe frymëzues për punëtorët e juaj, për gjithë ju që jeni udhëheqës të bizneseve, mirë po edhe ju që synoni me si në të ardhmen, po shpresoj që keni me qenë frymëzues edhe dëgjues ndaj kërkesave të punëtorëve të juaj. Faleminderit shumë, shihemi.